Përshëndetje. Flasim për sa përket datës 7 prill 2026. Si ditë e martë që është dhe një ditë shumë ndikuese në lidhje me çështjet e punës, lidhje me çështjet e ndryshimeve. Hëna në shqiptar mbart shumë gjëra, të zjarrta, të shpejta dhe të rëndësishme. Ka të bëjnë shumë me ndikimin të menduarit dhe përtecë përpara, të thyeni kufizimet, por me qëse Mërkuri në shenjën e peshëve do të thotë që të mendoni mirë, pavarësisht se sa dëshironi të hapni horizontin tuaj, sepse horizontet kanë bëjnë shumë me anën e gjërave dijes dhe jo vetëm, por me saktësi. Është shumë e përshtatshme kjo ditë, shkëmbimi desh, vizione dhe ndikime shoqëri dhe ekonomi. Por do keni pak vëmendjen në planet e nxituara, sepse nuk është në të mirën tuaj. Nëse keni një mundësi të tillë, e atëherë jeni në kohën e duhur. Para se të fillojmë parashikimimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni